Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Korçë, ku një 70 vjeçare ka ndruar jetë si pasojë asfiksis nga tymi. Zjarri ka shpërthyer në lagjen numër 13 të qytetit, brenda banesës ku viktima jetonte e vetme dhe ishte e paralizuar ndërsa banonte me qira. Zjarrfiksja dhe policia kanë mbritur në vend ngjarje, ndërsa shkaku i zjarrit nuk është konfirmuar ende zyrtarisht. Sipas dyshimeve të para, zjarri mund të ketë shpërthyer nga një organi me korrent që përdorte e moshuara, por fqinjet jashtë kamerave sugjerojnë se shkak mund të ketë qenë edhe një cigare e ndezur pasi viktima ishte duanpirse. Fqinjet rrëfejnë se viktima jetonte e vetme, pavarësisht ofertave të familjarëve për të jetuar së bashku. Ajo ndihmoi nga gratë e lagjes për të bërë pazaret. Një grua që kujdesej për të ka hapur derën e jashtme dhe ka parë tymin, duke kërkuar ndihmën e fqinjve për të lajmëruar zjarrfiksen. Zonjë që punonte për veten e saj, ndihma nuk u kishte, i jepnin fëmijët, po fëmijët i theshin, hajde me neve, se ka një djalë, ajo nuk deshte. Hajde se kemi dhe një shtëpi tjetër, kishte djali në Leshpunusja. Kishte një shtëpi në katë të dytë, jo, nuk ngjite me nuk zbrez zot. Jetonte vetëm, kishte vite, nuk i the kemët. Pasaj kaq muaj u paralizua nga kemët. Kishte një që i bënte yshnet. Që kur ka ardhur këto kohët e fundit, i the çantën poshtë, më mirë një sheqer, mirë një oriz, mirë një bukë, këto e ndihmoni. Nuk delte fare ajo. Nga dora ajo mi zbriste poshtë lartë, jo, vetëm në shtëpi. Ja, Unë tjetra, meri kaq këtë, meri këte, edhe bukën tërë, ja merte. Hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve të zjarrit vijojnë.